Mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike që u zhvillua ditën e sotme është shoqëruar me tensione dhe debate. Konkretisht mësohet se ka pasur një përplasje mes ish-deputetit Ervin Saliani dhe sekretarit të përgjithshëm të partisë, Flamur Noka. Noka i ka thënë Salianit: "Me këtë që po bën, ti je duke bashkëpunuar me ata që kemi përballë", ndërsa Saliani është drejtuar duke i thënë: "Jep dorëheqjen Flamur, e ke shkatërruar partinë dhe gabimi me avokatin e popullit është përgjegjësia jotja." Ai akuzoi Nokën për shkatërrimin e partisë, teksa tha se sot mendova se kishim një mbledhje për të rrëzuar Ramën, e pas keni me ne. Saliani ka kërkuar që analiza të bëhet brenda strukturave të partisë dhe të mos dalë anash. Kujtojmë që Ervin Saliani ka ndërmarrë në javët e fundit një tur takimesh me ata simpatizantë dhe antar të PD-s në të gjithë vendin, takime që kreu i partisë Sali Berisha i ka cilësuar si nisma personale dhe pa lidhje me partinë. Pavarësisht kësaj lëvizjeje, Saliani ka qenë i pranishëm në foltoren e fundit të PD në bulevard, po ashtu përpara nisjes së mbledhjes së kryesisë, Saliani dha edhe një deklaratë për mediat, ku tha se PD duhet të fokusohet tek protesta, revolta dhe përballja me qeverinë. Ndër të tjera, Saliani ironizoi Berishën, duke theksuar se foltoret përpara kryeministrisë nuk janë rruga e duhur. Është momenti që të fokusohemi tek protesta, tek revolta, përballja me qeverinë, te dëgjesa e çdo shqetësimi qytetar. Nëse nuk jemi të aftë t'i përkthejmë në energji shqetësimet e demokratëve, do ta kemi të vështirë, siç po e kemi, për të bërë protesta. Rruga e duhur janë revoltat, jo foltoret përpara kryeministrisë. Shpresoj që kjo të jetë vendimarrja e kryesisë. I kam thënë në çdo mbledhje, do ja them sërish. Kam qenë në çdo protest dhe jam nënshtruar vendimarrjes së partisë, shprehet Saliani. Ndërkohë, përpara nisjes së mbledhjes, Berisha njoftoi zhvillimin e një proteste kombëtare kundër qeverisë për në datën 22 dhjetor.